por të prirë nga një ideal i madh. Tani ushtria jon, me kujdesin atror të partisë dhe qeverisë, është bërë ushtri me të gjitha llojet e forcave të armatosura në gjendje për të përgjigjur kërkesave të luftës moderne. Parakalojnë reparte të llojeve të armë. Parakalojnë njësitë artillerisë. Kjo armë e ushtrisë tonë u krijua më shumë se 21 vjet më parë në betejat e luftës partizane. Zjarri i saj shpërndau me turp asamblen tradhtare në tetor të vitit 1943. Duke zhvilluar gjithnjë më tepër traditat e lavdishme luftërake, duke zotruar dhe përsosur thellë njohuritë profesionale, artilierët rrisin aftësinë luftërake dhe kryen me nder detyrat që u ngarkon populli dhe partia. Artilleria kundër ajrore. Luftëtarët e njësive kundër ajrore, duke patur në dorë armatim të fuqishëm dhe teknik tjetër të përsosur, zbatojnë detyrën e shojt për mbrojtjen e hapësirës ajrore të atëdheu. Parada ushtarake të mbush zemrën me gëzim dhe krenari, me dashuri me zjarr për ushtrin popullore, roje gjithnjë e gatshme e atëdheu ton socialist. Kalojnë sisteme të artillerisë bregdetare. Duke parë këto armë, kujtojmë jataganët të hutat, martinat e vjetra legjendare të gjyshrëve tanë, pushkët e lavdishme partizane. Sot, populli ynë ka në dorë armë të fuqishme me të cilat mbron lirinë dhe punën paqësore. Në 20 vjetorin e shlirimit të atëdheu, ushtria jonë është më e fortë se kur, modern, e gatshme që së një trup i vetëm, të ngrihet kundër çdo armiku që do të guxojë të cënojë punën paqësore të popullit. Parakalojnë repartit të trupave të raketave të ushtrisë popullore.
Parakalon njësia tankiste që mban emrin e herojit popullit Goje Kushi. Kështjellat e qelita janë në dorën e sigurt të luftëtarëve të Shqipërisë së Re. Parada ushtarake tregoi aftësinë dhe gatishmërinë luftërake, disiplinën dhe ndërgjegjjen e lartë të luftëtarëve tanë. Ajo tregoi forcën e ushtrisë popullore të krijuar dhe udhëhequr nga partia jonë e punës. Me ballin lartë të pastërt si drita e diellit, parakalon sot Shqipëria. Feston sot Shqipëria 20 vjeçare. Shqipëria është vendi që mbron me zjarr idetë më dha të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Në udhëheqjen e partisë, ne jemi ngjitur lart majeve të socializmit. Në udhëheqjen e saj, ne do të marshojmë kur të herë përpara. Flamujt tanë, ata do të valojnë gjithë një krenar. Këta flamuj betejësh dhe punën ndërtimtare do të kalojnë brez pas brezi si një manet i shenjtë. E rritur në dheun tonë socialist, e ngrohur në dielli i partisë, rinia përfaqëson gëzimin, forcën, bukurinë e viteve të lirisë. Të qeshur dhe të lumtur parakalojnë pionerët përpara udhëheqësve të dashur. Parakalon klasa punëtore, ajo që në këto 20 vjet ndërtoi hidrocentrale të fuqishme dhe kombinate, që eliminera dhe ngriti lart orgjaqet e fabrikave dhe uzinave. Ne marshojmë fitimtar drejt socializmit në miqësi të ngushtë me mbar popujt përparimtar të botës. Prohoritje të zjarta për miqësinë e pathyeshme shqiptaro-kineze, për kryetarin Mao Zedong. Ne marshojmë fitimtar përpara, duke mbajtur lart parrullën e zjarrt të partisë, në një dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën. Ne jemi krenar se buza Adriatikut Valkaltër, Shqipëria e re qëndron e paepur në avampostin e kampit socialist, besnik e popujve që luftojnë për shlirimin kombëtar. Çdo zemër shqiptare sot është një flamur i kuq, dhe në krye të tyre qëndron